qintate 0,20% nuk e ka rritur, edhe Gjilani rrezikohet. Edhe pse mendoj që ai djalë do ta kaloj. Do ta kaloj edhe ka mundësi të fitoj, kështu që partitë e mëdha, në vërtet, qytetet e mëdha, Ferizaj veç e fitoj, Agim Aliu pa balotazh i PDK-s, LDK-ja do të fitoj Prishtinën, Prizrenin PDK-ja do të fitoj Prizrenin, Mitrovicën do të fitoj PDK-ja, kush ka mbet? Gjakovën e fiton gjithsesi Ardian Gjini, Pejen e fiton Muhaxheri dhe kështu do të mbetet VV-ja vetëm me Gjilanin. Gjilanin edhe ato komuna që ka pas, derisa gjitha balotazhet tjera VV-ja do pësoj debakën. Janë them me siguri të plot, sepse ashtu ka ndodhur të kaluarën edhe raportet. As të i ka krijuar të tilla që qytetarët veç u ka ardhur në majet të hundës edhe nuk i duan më lëvizjen vetëvendosur. Sidomos parti tjera, njerëzit qytetarët e partive tjera vërtet janë jashtëzakonisht të dëshpëruar, por po del që ka shumë të dëshpëruar edhe brenda vetë lëvizjes vetëvendosje, sepse asamblet komunale në Prishtinë i ka pas billshëm, kanë udhëheq VV-ja, tani me LDK-ja është e para, PDK-ja është e dyta, ata janë prapa tyre. Pikërisht tek asamblet komunale në tërësi, doja të ndalesha tek pyetja tjetër. Si ka qenë vota edhe rënditja, se edhe këtu në mos gaboj vetëvendosja ka rënje, është mas dy partive të tjera PDK-s dhe LDK-s dhe ka rënje. Pra tek ajo ndoshta që mund quhet si votë popullore. Vota popullore ishte edhe në të kaluarën LDK-ja kishte votën popullore, VV-ja ishte e dyta, PDK-ja ishte e treta. Tani ato kanë ndryshu, vendi i dytë i takon PDK-s, i treti LDK, edhe pse me komuna ka mundësi LDK-ja ta kaloj PDK-n, edhe për shkak të Prishtinës, se Prishtina është qytet i madh dhe numër të madh votuesve, prandaj vetëm bazë të asaj se përndryshe PDK-ja del të jetë më suksesshme në bazë të komunave më të mëdha që ajo do t'i ketë në qeverisje, edhe votën popullore në komunat e kryesisht më të mëdha e ka PDK-ja. Prizreni është komuna e dytë më e madhe në Kosovë, po ashtu edhe Mitrovica është komunë mjaft e madhe, edhe kishte Ferizaj. Ferizaj është komunë e treta më duket tani. Menume nuk ishte dikur, por tani është komunë e madhe, kështu që mes PDK-s edhe LDK-s është një garë shumë e ngushtë, 4-5.000 vota i ndajnë këto dy parti, por 75.000 me 170, diçka e tillë. Ashtu shumë pak i ndajnë vota këto, por edhe LDK edhe VV-ja nuk jetë shumë brapa. Por krahasu me zgjedhjet e kaluara apo me trendin që e kishte në zgjedhjet e përgjithshme, ka humbje të jashtëzakonshme. Humbjet e VV-s janë të jashtëzakonshme sepse shumicën e komunave apo harta e Kosovës në zgjedhjet e përgjithshme ishte komplet e kuqe. Tani nuk është vetëm 1-3 komuna janë të kuqe, të gjitha tjerat janë blu, edhe ngjyra tjera të cilat i përfaqësojnë parti tjera, dhe kjo është shumë pozitive. Është shumë pozitive që më në fund populli e kuptoi mashtrimin edhe nuk e duron më shqiptarët e Kosovës, nuk e durojnë më një demagog i cili po mashtron edhe vërtet na ka bërë dëme të mëdha me këto vite që na prishi me Evropën, na prishi me Amerikën, na humbi Këshillin e Evropës, dialogu strategjik. Unë humbet 1,5 miliard investime, jemi në blokad nga Evropa, jemi në sankcione nga Evropa, priten sankcione të reja nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe me krejt këtu vërtet duhet ky popull ta kuptoj se pa Amerikën
nuk ka të ardhme edhe pa Amerikën, Kosova do t'jetë në pikpyetje të ekzistencës. Frika më e madhe imja për momentin është se pas kësaj që ndodhi autonomia substanciale e pjesës veriore do t'jetë një diçka e pritshme, edhe ka mundësi shumë që të ndodh marrëveshja apo aneks marrëveshja e Ohrit, edhe t'ja shohim sherrin krejt asaj që është bërë për 4 vite nga divizjave të vendosje